Sot do t'ju njohim me një rrjet përdurimin e veshkave dhe me një ilaç të ri kundër mbipeshës që Agjencia Amerikane e Ushqimeve dhe Ilaçeve e miratoi ditët e fundit. Të ndjekim rubrikën mjekësore të përgatitur nga kolegu Astrid Lulushi. Ky është ilaçi i parë me recetë në 13 vjet kundër mbipeshës. Ilaçi Knexa u miratua këtë ditë nga Agjencia Federale e Ushqimeve dhe Barnave. Ilaçi në formë pilule cilësohet fishek argjendi sepse mendohet që bën mrekullira. Humbjen e 90 kg brenda një viti. Për shkak se 80% e personave që humbasin peshë rifitojnë atë, mjekët kanë bërë kërkime për dekada për një pilulë të sigurt që do të ndihmonte. Doktor Dim Garvey në Universitetin e Alabamas në Birmingham thotë se ilaçi Knexa do të jetë ilaçi më i fuqishëm në treg për trajtimin e mbipeshës. I njëjti ilaç ishte refuzuar 2 vjet më parë nga Agjencia e Ushqimeve dhe Barnave për shkak të shqetësimeve rreth shëndetit. Para pak ditësh, komisioni i ekspertëve të kësaj agjencie miratoi ilaçin e ri, pasi arriti në përfundimin se përfitimet që Knexa sjell për personat me peshë janë më të mëdha se sa pasojat anësore, si humbje kujtese, konfuzion, shtim të rajeve të zemrës, madje edhe lindje defektoze. Knexa do të shitet me recetë, pra vetëm me rekomandimin e mjekut. Ndërkohë, skeptikët e fusin këtë ilaç të ri në kategorinë shumë i mirë për të qenë i vërtetë. Në çmë mënyrë, akti vetëmohues si një personi krijon zinxhir mirësie që shpëton jetën e 30 të tjerëve. Është një aritmetikë e pabesueshme e mirësisë njerëzore. Një person vendos të shpëtojë jetën e një tjetri që nuk e njeh fare, familja ose miqtë të cilit pastaj shpëtojnë jetën e një personi tjetër të panjohur e kështu me radhë. E gjitha që duhet është një person që ta fillojë këtë akt, dhe mirësitë të zgjaten si hallkat e një zinxhiri. Kjo e bën njeriu e huaj si të ishte pjesëtar i familjes. Kështu e filloi Rick Ruzmenti, i cili vendosi të bënte një dhuratë. Thuhet se është një lloj virtyti të tregohesh i mirë me njerëzit e tu. Por kjo është e lehtë, të ndihmosh një të huaj është e vështirë. Nëse çdo njeri ndihmon një të panjohur, problemet e kësaj bote do të zgjidheshin, shpreh Ruzmenti. Pas një shpërblim një ditë, Ruzmenti vendosi t'i jap veshkën e tij dikujt që priste radhën për të gjetur një veshkë që t'i përshtatej organizmit për transplantim. Si rezultat, veshka e Ruzmentit udhëtoi nga New Jersey ku ai banonte për tek Brooke Kidsman në Michigan, që ishte në pritje për një veshkë. Kidsman shpëtoi fal mirësisë, e cila ndikoi edhe të tjerët. Një e njohur e Kidsmanit i adhuroi veshkën e saj një personi tjetër të panjohur. Kështu edhe Gregory në Queens të New Yorkut udhuroi një veshkë në mënyrë që shoqja e tij e shkollës së mesme të mund të merrte një veshkë nga Samantha në Porterville të Kalifornisë, dhe hallkat e zinxhirit të mirësisë shtohen. Nismëtari i kësaj veprimtarie është Garrett Hill, një ish Marines, dhe vajza e tij 10 vjeçare, e cila vuante nga mosfunksionimi i veshkave. Pas ofertave nga 15 persona, më në fund një prej veshkave të dhuruara i u përshtat organizmit të saj. Pas kësaj, Garrett Hill krijoi kompaninë Regjistri Kombëtar i Veshkave, që ka lidhje me 17 spitale në 11 shtete amerikane në kërkim të dhurimit të veshkave. Ndoshta Zoti na dha 2 veshka që njërin ta dhurojmë, thot Garrett. Ky është një mesazh që Garrett përpiqet të parap, sepse mesazhet që atij vijnë janë falënderime prej njerëzve të panjohur, por që sot janë gjallë fal kësaj nisme, e cila sikur motivon shumë njerëz të tregojnë anët e tyre të mira ndaj tjetrit edhe pa e njohur.